Një ngjarje tepër e rëndë ka tronditur qytetin e Elbasanit ditën e sotme, ku një 15 vjeçar ka humbur jetën në rrethana tragjike. Sipas informacioneve të policisë, dyshohet se i mituri ka konsumuar fostoksin, një substancë shumë e rrezikshme, shpesh fatale në rastet e helmimit. I riu dërgua fillimisht në spitalin rajonal të Elbasanit në gjendje të rëndë shëndetësore, por për shkak të përkeqësimit të menjëhershëm të gjendjes së tij, mjekët morën vendim për ta transportuar urgjentisht në qendrën spitalore universitare Nën Tereza në Tiranë. Pavarësisht përpjekjeve maksimale të stafit mjekësor, 15 vjeçari nuk mundi të mbijetonte. Në njoftimin e policisë së Elbasanit thuhet: Elbasan, në spitalin rajonal Elbasan është dërguar për mjekim një 15 vjeçar, i cili më pas është dërguar në QSUT, por pavarësisht ndërhyrjeve mjekësore, ai ka humbur jetën. Nga veprimet e para hetimore, dyshohet se 15 vjeçari ka konsumuar fostoksin. Materialet procedurale për rastin i u referuan prokurorisë për vlerësim. Kjo është ngjarja e katërt tragjike e regjistruar gjatë ditës së sotme, duke rënduar edhe më shumë atmosferën e tensionuar dhe të trisht në vend. Kujtojmë se një 21 vjeçar në Divjak u vet helmua, një 35 vjeçari dha fund jetës pas dëmtimeve me mejt prerës, teksa një i moshuar u gjend pa shenja jete në Tiranë në një kanal.